1.800 nxënës të Çajirit nga sot do të mund të vizitojnë pishinën e re dhe të parën e këtë komunë, e cila ka kushtuar 1 milion euro. Kryetari i kësaj komune, Izet Mexhiti, tha se ky investim për shumë kohë ka qenë nevojë dhe kërkesë e qytetarëve, duke shtuar se klasat e 5 dhe të 6 do të kenë notin si program shkollor. Për shkak se është pishina e parë, derisa të bëhet pishina e dytë të 7 marsi, fillimisht pra do jetë në funksion të fëmijëve të shkollave, në përgjithësinë të Çajirit, po posaçërisht shkollave të klasës së 5 dhe 6, të cilët do kenë edhe në programin shkollor, si të obligueshëm, sportin e notit. Mexhiti foli edhe për pishinën e dytë, e cila ka filluar të ndërtohet në oborrin e shkollës 7 marsi, me të cilat ai tha se do të jenë të mjaftueshme për fëmijët e Çajirit. Kreu i Çajirit tha se tani më vetëm se kanë filluar iniciativa që klubet e notit të funksionojnë në këtë pishinë, e cila sipas tij do të krijojë kushte më të mira për zhvillimin e sportit, rekreacionin dhe aktivitetet sportive për nxënësit, të rinjtë dhe qytetarët e kësaj zone.